Era e fortë e rrëzoi nga bicikleta, si humbi jetën gruaja në Vlorë, flet dëshmitarja. Pas ngjarjes së rëndë të ndodhur këtë të njëjtë në qytetin e Vlorës, ku për shkak të erës së fortë humbi jetën aksidentalisht një grua e moshës së rreth 50 vjeçe, ka folur në një deklaratë për mediat një dëshmitare. Dëshmitarja për këtë ngjarje është një grua e cila ka treguar se si 50 vjeçarja u rrëzua dhe humbi jetën. Aty ishin dy nga ato që fshinin në rrugët, ata të bashkisë, një burrë dhe një grua. Ishin me një karrocë që edhe çadrën ua mori era. Ua përtheu dhe unë isha aty. Unë isha nga mbrapa dhe u thash atyre ikni, ndërkohë sa vajta unë tek agjencia ajo ra. Atë e mori era, ishte në bicikletë dhe i ra koka në bordurë, nuk u pengua. Bordura nuk ishte pengesë. Ato i janë vënë se janë të bukura, u shpreh ajo.